Unë kam gjithë mëngjesin që kërkoj këtë këngën në sfond për ta nisur Fandej, është kjo. Dhe vetëm gjë që kam mësuar nga këngë është pikërisht tyryryry. Gjërat më të thjeshta dhe më të bukura në këngët që kemi dëgjuar janë na na na, la la la, tyryry. Se unë i mësoj shumë thjesht, siç e kemi kuptuar. Së pari, fikni celularët pak, se ty kohët e fundit të bie shumë telefoni. E di, je bërë ti Telekom tani. Më fatjoni për gjithë ju ka marrë Telekom të bëjnë telefonin e tij, nuk i pushojnë mesazhet non stop ose është dashuruar dhe i kërkon koordinata e vajza. Ku je, me kë je, çfarë po bën? Më çon një foto dhe duke patur Telekom të bëjnë, e ke shumë thjesht të çosh foto, të tregosh koordinatat, ku je me këje dhe çfarë po bën ndër të tjera. Fal 4 gës që vjen për herë të parë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, Telekom e bën më të thjeshtë dhe më të bukur komunikimin duke na servirur kështu minuta, duke na servirur paketa si paketa xham për shembull, e bën gjithmonë më të bukur komunikimin dhe ne durojmë gjithmonë më shumë dashuri. Do durojmë dashuri edhe sot, do durojmë dashuri me muzikën e bukur që të vi për gjithë ju fan lovers se ka dalë dielli, e keni vënë re. Mua më pëlqeu shumë dita e sotme, nuk e di. Më injektoi kështu një pozitivitet që në mëngjes madje për të filluar deri më tani, kështu nuk fillon shi sa atëherë nuk di çfarë do bëj, çfarë do them. Nuk di a do ketë më Fandej, po sot do të kemi Cara Delevingne këtu, do të kemi Chris Brown në Fandej, Drake, Rihanna, Bruno Mars, Bellën, Bella Hadid, The Weeknd, të gjithë do vinë në Fandej në mënyrë më fani të mundshme. Por gjithsesi, pa humbur kohën e fillim, harrova strisha sensuale, më falni. Bëjmë një parakalim sensual të strishave për t'ju ftuar të bashkoheni me rrjetet tona sociale kudo ku ne jemi. Ne jemi në Facebook, Instagram, Twitter, kanali on YouTube dhe websajti intv.al, ku vetë duhet të updateheni me këto faqethemet sa ju takon personazheve të Hollywoodit, domethënë jashtëtësve, por edhe shqiptarëve. Ju ndër të tjera duhet të votoni sa i takon këngës tuaja të preferuar shqiptare për të bërë një top 10 interesante të nxehtë, kush janë 10 këngët më të mira dhe më të luajtura. Në fund javës e publikojmë këtë, ditën e shtunë më konkretisht. Unë besoj që tani si mbar duhet vinë Coldplay si fillim dhe Fandej filloi. Se mua po më shanin këngën që ishte më herët që e kisha qefur, më thanë është këngë kolegjish. Po kjo çfarë është, këngë burgu, kjo tjetra? Me që të flasim për gënjeshtarë dhe njerëz që bëjnë krime. Gjithsesi, muzikë të bukur do thellin, po këngja më e bukur, e pavdekshme, që reziston çdo ditë, çdo vit, çdo sekonde, është ajo që vesh momentin më të bukur, një ndër momentet më të bukura të jetës, që është ditëlindja. E kanë fjalën për atë këngën Happy Birthday, versioni më universal i gjithë botës. Kujdo mund t'ja këndoni sot të këngë, unë s'po e këndoj tani se dini që jam drame vërtet në të kënduar, por gjithsesi, përshëndetësisht dua t'ju uroj të gjithë fan lovers kudo ku janë dhe kudo ku ndodhen. Nëse po festojnë ditëlindje kështu gëzuar, vetëm lumturi dhe gjëra të bukura pat në çdo sekuencë, segment të jetës, të ditës, të natës, gjithçka të mirë urojmë për ju, drejt për drejt nga Fandej. Kalojmë tani tek është 25 shkurt sot. Çfarë doja t'ju thoja asaj tek kësaj date? Në fakt mbrëmë është bërë Brit Awards dhe namin bërë gjithandej po shifeni në Instagram, postonin njerëzit duke parë Rihannën, duke kënduar, domethënë një fjalë, ajo 10 fjalë publiku, Drake i shkreti, gjithmonë i torturuar në skenë, vlen tek sot, po do flasim pak më vonë për dyshën në fjalë që ka rrit temperaturat në performancën e mbrëmshme. Adele ka ngrënë me dhëm gjithë trofetë e mundshëm. Gjithsesi, meqense jemi te këto evente të rëndësishme, jo më për muzikën, por sa i takon kinematografisë. Në po këtë 25 shkurt, po disa vite më parë, tamam 9 vite më parë, në 2007-ën, është mbajtur ceremonia e çmimeve Oscar, kështu që kemi një retër të lezetshme, po e presim në fakt ceremoninë Oscar të vitit të radhës dhe gjithë po kujtojmë gjithë për Leonardo DiCaprio. Ja të shohim çfarë do sjell ky vit. Por kujtohet edhe ditëlindja e George Harrison, është një multi-instrumentist, këngëtar dhe kompozitor i The Beatles. Kështu gjithë ato që kanë dashur repertorin për vite me radhë të The Beatles dhe vazhdojnë ta duan këtë të fundit, gjeni hapësirë sot për t'ju rikthyer këtij repertori dhe jo pa qëllim dhe jo pa arsye ndër të tjera. Personazhi në fjalë vdiq në 2001 kur ishte vetëm 58 vjet, por ka gjithmonë mënyrë dhe arsye për t'ju rikthyer edhe repertorit të gjërave të bukura që ka serviruar me kalimin e kohës për gjithë publikun dhe muzikdashësit. Tani kënga që vjen tani është interesante që në titull, në klip dhe kudo tjetër. Butterfly është titulli. Shqip fare flutura, kështu që kush ka emrin Flutura dhe po na ndjek ne e përshëndesim me këtë këngën. Pritani, si janë më mirë kështu? Nejse. Bukur duke.
Nuk që e kam mirë fare sot me sa po kuptoj. Më ka çekuilibruar mendimet Bruno Mars. Unë ndje për djalë shumë të mirë. Dhe do të thënë bëj unë kaçurela sot për të shkuar kështu për shtat me Bruno Mars, që nga një hajdut ky djalë që është të vërteta. Në fakt ne duhet të fokusojmë te kjo këngë që po dëgjojmë në fond. Kështu që mbyll gojën Fatma, dëgjojeni pak këtu, dëgjojeni dhe ju. Ha si po ju duket? Po ju ngjan me dikën se mua po për vete. Si kundër kohët e fundit, po shkojnë sa akuza të drejtë për drejta kështu. E keni parasysh shumicën e njerëzve i godet kupidi i dashurisë, Bruno Mars i godet ai kupidi i akuzave, si të qenë rrit dhe të epitetuar si hajdut këngësh. Kënga Uptown, ja këtu ngjan ka shumë që është e vërteta. Kënga Uptown Funk You Up që ne kemi kënduar u bëhim ai kërcimi në mënyrë si kërcente Bruno Mars, një këngë shumë e suksesshme, ka marrë kështu shumë çmime sa i takon asaj performance, kaçurelave të Bruno Mars në videoklip dhe gjithçka tjetër. Tani, pas pilafi, dikush doli dhe ti ma ke vjedhur këtë këngën. Bëhet fjalë për një akuzë që ka shkuar kohët e fundit kundrejt Bruno Mars, këngëtari i cili përgjatë vitit ka patur një sukses të paparë me këngën, është akuzuar nga The Sequence, një grup vajzash rap që ju takon viteve 70, se ka marrë inspirim nga kënga e tyre Funk You Up, domethënë nga Uptown Funk te kjo tjetra, pothuajse edhe në titull mund të kemi ndonjë kopje, po kaq shkronja kanë në fundit. Nuk ka reaguar deri më tani Bruno Mars në fakt, përfaqësuesja e grupit ka thënë pretendon që vija melodike tek të dyja këngët është pothuajse e njëjtë. Ka deri diku ndryshime se nuk mund ta merrte kështu, domethënë shablon dhe ta kopjonte ta viste. Gjithsesi, kohët e fundit po dëgjojmë shumë akuza të kësaj natyre që ti më vë dhe këngën, më vë dhe veshjen, më vë dhe këtë, më vë dhe atë. Unë nuk më pëlqen, më mirë ti kishin blloku patentën Bruno Mars se sa ta akuzojnë për plagjiatur. Gjithsesi mbetet një ndër personazhet me muzikë shumë interesante që bën dhe shumë i talentuar dhe shumë energjik, edhe i shkurtër ndër të tjera. Ne do ta sillim tani këtë versionin e Bruno Mars dhe bëjeni vetë llogarin juaj, ka vjedhur apo jo? Ja e shohim. Okej, do të kalojmë tek një pjesë në fakt e thash shumë zotlar këto, okej, se më kam gjau vetë. Gjithsesi, kështu është kur ma ngreni muzikën dhe filloj të bërtasu tani, nuk mund të bërtasi ky kush këndon momentalisht, Pitbull pa këndon, ë? Nuk mund të bërtasi Pitbull më shumë se unë në Fan Day. Gjithsesi, kjo sekuenca që vjen tani në fakt e episodit të radhës, shumë fani do të jetë, por është nga ato që të le pak me gojë hapur. E kam për gjithë vajzat e bukura. Sensibilizohem shumë me këtë të fundit, se ke parasysh nga inati tani ne që jemi shumë bukura, them jam s'është e bukura, nuk është inteligjente. Më besoni, e bëm nga inati, se janë më të bukura se ne. Gjithsesi, vjen Cara Delevingne, një supermodele, suksesshme, e bukur, inteligjente, nuk ja ka mat koeficientin e inteligjencës, por ka treguar që është shumë e talentuar. Totalisht multitalent. E kemi parë në shumë video në fakt që qarkullojnë nga hera, bëhen dhe shumë virale që bën këtë, bën atë çfarë s'bën, gjithmonë duke na treguar që është shumë e talentuar dhe interesante madje. E ftuar në një tjetër emision tani më, natë vonë ka treguar që vetë se është modele, është e bukur, ditë luaj shumë mirë në kitarë, në bateri, pritni kur të hapi një band muzikore, dhe si aktore e kemi parë. Besoj që po flas shumë, më mirë shohim vetë në video ndërkohë, edhe llogarisë se sa e talentuar mund të jetë Cara Delevingne. Hedhim një sy videos, shpejt. Një gjë nuk kuptova unë. Se thoshte ole 2 sekonda prezantuesi. Hajde të më një ole, bravo, shumë e talentuar Cara Delevingne, është vetëm 22 vjeç po ta mendoj. Dhe kur shoh kështu raste që çfarë s'din bëjnë dhe kanë shumë talente, më vjen keq për vetë që vetëm ajo që ti bësh të flas. Flas dhe shpejt, hajde fjalë të tjerë. Në fund të ditës videot kësaj natyre ku bëhet fjalë për vajza kaq të bukura, mbeten kështu dashni për të parë dhe për të dëgjuar. Përshtimet e dashnia, kalojmë pak te dashnia e Majkut, e shohim. Po bëja një kështu pasarelë. Meqense folëm për Cara Delevingne, që është modele, tash hajt bëj unë si ajo, të heq një 2 brinj këtu, edhe të dalë me belë, të ngushtë fare. E di për çfarë po flasim se unë jam dhe më humor kur të mbet portofoli. Mua më ka humbur një herë, në fakt ma vodhën, ma ka vjedhur në autobus, e di shumë mirë, nuk e di kush ma vodhi, dhe ma ka vjedhur pak një muaj para se të bëja provimet e maturës, dhe s'kisha kartë identiteti për provimet e maturës. Domethënë gjithmonë me fat kam qenë në kështu pjesësh. Teksa po pyesnim dhe djemt, dhe unë po tregoj histori, ju luani pak strishat sensuale aty sipër që t'i shihni se si mund t'jeni me ne në rrjetet tona sociale dhe t'na komentoni. Po flasim sot mendimi i parë çfarë bëni kur ju mbet portofoli. Fatjoni që më xhiron, filmon mua tani, tha, po të mbazit janë bo 2000 lekë i fundit. Ndërsa ky djali ishte shumë inteligjent, mendoi direkt për dokumentat. Ina pastaj në kufje thoshte ilaçe kush e ka marrë portofoli. Që mendimet janë të ndryshme, prandaj të kalojmë tek mendimet që fan lover sjellin për këtë situatën, që nuk është as pak fan në fund, po ne po japim një konotacion të kësaj natyre. Amla është emër shumë i bukur.
Përshëndetje, thot, e di si reagoja ma të drejtën sajnat, ku I kisha trut, këtë them, normalisht mërzitëm, po s'kam qa me bë. Ndërsa Mersida thot, them, po, mos, dokumentet, ku do t'i gjej paperlegët, nuk është të mbaj plot, kështu që edhe ato halal. Behije thot, përshëndetje Intëvo, personalisht nuk më ka ndodhur ndonjëherë, nga që zakonisht jam shumë e kujdesme, nëse do më ndodh nuk e di fare ç'do veproja. Shpresoj mos ndodhi kurrë. Mirlind thot, përshëndetje, nuk më ka humbur ndonjëherë, shpresoj mos ndodh kurrë se do të çmendem fare. Ndërsa Mistrecia e vogël, ta shohim pak, ka një koment alla Mistrecie, thot, o do e vras me një njerë se ku mund më ketë ra, pas të them 50.000 lekë ishte brenda. Mundova ta kuptoj. Eni Dona thot, nuk mbaj portofol, se nuk më ka pëlqyer asnjëherë, dhe nuk kam përjetuar ndonjëherë këtë ndjesë të humbur portofolin. Edhe unë të kam shumë gjanë. Elona, se kam provuar ndonjëherë këtë ndjenjë, po se di kur më ka humbur njëherë telefoni, si jam djerë fare mirë, normal, s'do ndjesha mirë të humbiste portofoli, se kisha hallin e dokumenteve gjithashtu. Ndërsa Asari thot, nuk është se mbaj portofol, por do ndjesha nëse do më humbiste, sepse në portofol mbajnë gjëra personale dhe me vlerë. Ertioni thot, kur e di që e ke bosh, s'ke pse shqetësohesh, madje gëzohesh se ja ke fut hajdutit. Ja, mendimi. Naxhie El thot, përshëndetje, mua më ka ndodhur që të kem humbur, nuk më ka ndodhur thot që të kem humbur në portofol, por nëse do nuk e di çfarë do bëja. Kalosh sa më mirë, të pusim shumë dhe faleminderit për komentet, se më duket je nga këto followers e rinj që sapo ke filluar të komentosh. Jordi thot, haj Fatma, nuk më ka humbur ndonjëherë, po sikur më humbi, do më kishte humbur dhe karta identitetit dhe nuk është një gjë e vogël monetare. Adela thot, s'mbaj portofol, kështu që ju përshëndes për temën s'kam të them, po normalisht dhe mua më kanë humbur para, dashje pa dashje, ose ti kanë vjedhur. Diana thot, portofoli nuk e quaj send për shok, më vinte keq nëse do më humbiste. Metion Metuli, double M, thot në fillim prem fare. Fliste që ka I bukur shumë ky komenti. Në fillim prem fare. Mundohem të kujtoj vendet se ku mund të më ketë rënë. Në fund, nëse nuk e gjej, I them I bofti laçë kush I ka gjetur. Thash ishte koment shumë I bukur, ndërsa Orgito thot, shumë e bukur kjo, po unë nuk mbaj portofol, nëse do kisha vetëm rreth 15.000 lekë vjetra do kisha, kështu që no problem. Sabajet thot, s'është se më ka humbur ndonjëherë, po kur të mbas do ju tregoj. Do presim edhe ne. Inshallah se gjen mami, thot Gjesi. Gjithsesi, këto ishin komente, do ta lëm me kaq besoj për t'ju rikthyer në pjesën e fundit. Sjellim një nga ato vajza që edhe sikur ta ulni zërin e televizorit në fund, prap do e kuptoni që këndon Gjesi Gjema, besoni. E shohim. Më keni kthyer me këtë këngën në adoleshencën time të largët, po shumë të largët ama kur isha adoleshente. Nuk e mbaj më të viti 2 viti 3, domethënë në gjimnaz, një ndër këngëve që e dëgjoja pafund. Nuk është se qaja, se nuk kam qenë nga këto, qaja pafund, qaja për ndonjë notë. Akoma jo, për po këtë këngën e dëgjoja shumë ndër të tjera. Apo la vin në fakt mbetet idhull adoleshencës. Me qëse jemi tek adoleshenca, çfarë po them? Do kalojmë pak te Chris Brown, tavam në adoleshencën e tij. Shpeshherë në fakt e bëjmë me shumë personazhe këto të fundit që I sjellim këto në fillesat e tyre të muzikës. Sot Chris Brown e keni një super yll dhe shumë I talentuar dhe bën namin me këngët e tij. Që ato kohë në fakt zërin e kishte kështu me ato nota akute. Dhe që kap nota shumë të larta po ti referohesh zërit të një mashkulli. Dhe tani po bëjmë si Yuri X Factory dhe The Voice-it. Jemi kthyer në repertorin e tij dhe në albumin e tij debutues, në fakt që daton kështu nga viti 2004-2005 diçka e tillë. Run It, kjo është kënga që do ta sjellim tani. Ishte singulli ku vërshoi suksesi I tij. Po fillimin e kishte pak frikë le të themi Chris Brown se nuk donte ta niste vetëm. Prandaj në këtë produksion nuk erdhi vetëm erdhi së bashku si me një bashkëpunëtor tjetër, një rapper amerikan ky e fundit, pati një sukses komercial të paparë dhe kështu galopante, me hapa galopante, kritikët thanë që okay, ja ku erdhi një tjetër Asher, me atë versionin një që pati në 2004 menduan që edhe ky do të jetë si Asher. Ndërkohë që ky ngjiti shkallët pak më shpejt se Asher dhe le të themi që është më interesant se Asher në thelb. Tani që ka qenë shumë I vogël atë kohë edhe duket edhe në klip dhe të tjera, po energjia dhe po aq hiperaktiv ka mbetur edhe tani. Madje gjëja vetëm që nuk ka ndryshuar me kalimin e viteve janë ato vatët, vazhdon të ketë po një lloj. Vatët Chris Brown do ta shihni këtë edhe në klip. Një këngë që kryesisht ky është adoleshent edhe nga klipi duket se është xhiruar e gjitha në një sallë nga këto ku bëhet fiskultura në gjimnastik, po vjen fjala, sallë palestër, bravo Fation, në një palestër është xhiruar, ky normalisht kërcen, këndon, ka edhe femra, pa diskutim. Ne shohim pak se sa interesant dhe sa I vogël ka qenë Chris Brown në fillimet e tij, e shohim. Do sjellim një in report tani. Prit. Është personale që do sjellim një in report në fakt me konotacion festa dhe shumë e bukur është. Më të vërtetë I këndshëm për tu parë. Edhe pse kanë kaluar ditë tani më nga festa e pavarësisë së Kosovës, është gjithmonë bukur të gjesh hapësirë për të rikthyer tek këto gjëra që sjellin pozitivitet edhe të pëlqejnë në fundit. U festua 8 vjetori I Kosovës dhe prandaj kamerat e Intëvo vendosen që të pozicionoheshin diku tjetër tani më në Kosovën tonë për të parë si është festuar, si ka qenë atmosfera atje, sa të lumtur, pa diskutim shumë të lumtur ka qenë shqiptarët, kudo ndodhen, jo vetëm në Shqipëri
apo edhe në Kosovë. Ajo çka tjetër duam ta përcjellim nëpërmjet këtij reportit atyre komenteve pikante të Albit. Unë nuk di, unë ka pirë gjë Albi ose esëll aty video, nuk di ta them këtë. Di që ka kërcyer shumë madje sepse një DJ shumë i famshëm ka qenë një ndër klubet më të famshme në Prishtinë ndër të tjera. Ricardo Villalobos është emri i tij, nëse nuk gaboj dhe nëse nuk e shqiprova. Gjithsesi, më në detaje ne shohim çfarë ka ndodhur nëpërmjet këtij reporti. Për momentin e shihni bosh, por për pak minuta do t'jetë plot e për plot, pasi sonte në Zone Club nuk festojmë vetëm pavarësinë e një shteti, por festojmë pavarësinë që të fal muzika elektronike. Kryefjala e mbrëmjes do t'jetë Ricardo Villalobos, një rebel i kësaj rrymë i cili vjen për herë të parë të performojë për një publik shqiptar. Sigurisht, ai nuk ka nevojë për shumë koment, ai unë lë të shihoni këtë in report nga unë Albi. Me muzikë klub është sot, bravo, bravo. Ka ndonjë gjë të veçantë e Enti apo kështu pëlqen? Gjithsesi, më rëndësishme është në saj muzikës apo gjithçka tjetër, ne targetohemi kështu. Madje kemi një këngë që vjen nga këto të freskëta të fare kohët e fundit. Po flasim për këto produksionet e fundit, nëse nuk gaboj jemi tek Hot of the Day, tek situata e nxehtë, kështu që nxehtë situata me këtë produksionin e fundit. Okej, go. Nuk e kam më ju, kështu që mos ikni, po është emri i bandës super interesante në mënyrën se si lëvron muzikën që bën, në mënyrën si i përcjell videoklipet, në mënyrën si vishën e tjerë. Ylber, po ta shihni këtë klipin, të gjitha ngjyrat e Ylberit i kanë 4 personazhet e OK Go. Për të kaluar të flasim pak seriozisht edhe për këngën tani më, janë rikthyer në treg pas një shkëputje shumë të gjatë vlen teksohet sa i takon këtyre produksioneve muzikore, gjithsesi disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Pa çka kohës mbeten ashtu dhe gjithmonë kur i kthehen gjej në vendin e tyre. Sidomos kur bëhet fjalë për mënyrën e veçantë që gjithmonë kanë arritur të bëjnë klipet e tyre. Po kaq i veçantë, më besoj nuk e keni parë ndonjëherë, është dhe klipi që vjen tani. Kënga quhet Upside Down Inside Out. Në këtë klip kaq veçantë është çdo gjë e thon mirë që ka fillimi i klipit deri në fund të tjera dhe është nga këto klipet të ralla që shkon me këngën. Ne kemi problem të ta lidhim klipin me këngën për shembull. Është xhiruar në një ambient me zero gravitet për të bërë anëtarët e bandës çdo lloj çmendurie që ato mundën. Është e qartë që xhirimet janë bërë në një avion dhe të tjera. Gjithsesi, kënga është publikuar para një jave dhe është pjesë e albumit të tyre më të fundit me titullin Hungry Ghost. Do kuni që nga titulli kuptoni që këto janë janë të çmendur fare. Është video shumë funny, vlen të shihet me detaje madje, po thjesht mos i bëni ju këto gjërat në avion. Thjesht shikoni videon, e shohim. Jo pa qëllim, okej, dhe këtë jo pa qëllim e kam thënë shpesh, shumësojeni me zero dhe këtë shprehin. Jo pa arsye, jo pa motiv po të dëgjojmë të këngën. Në fakt është shkatruar Instagrami që është e vërteta me foto të Drake dhe Rihanna, asaj performancës së nxehtë që kanë bërë në Brit Awards. Prandaj ne bëjmë një shëtitje nga Instagram, shohim kush janë postimet më interesante për cilën kemi çfarë të komentojmë. Foton e parë sillim tani, hajde ta shohim. Okej, meqenëse jemi te Instagrami, por shumë po ta vësh re, Lindon Berisha nuk është të poston shumë foto në Instagram, me pak. Domethënë
ashtu, se nuk po më kujtohet. Ndërsa Adriani nuk poston një javë, një ditë, poston 10 foto. Çdo 2 sekonda ka foto dhe zikët i bësh like më para. Do sjell ndaj një produksion të tyre në fakt, po. Ajo thash ca ditë më parë që kishin vënë Baston dhe Fationi, si thot Adriani te kënga para mendo, imagjino apo para mendo, lek mendo. Ishte e para, imagjino se e pyet tash imagjino. Vesh një moment me pas, etj. Gjithsesi ne nuk sillim kalle, ne sillim të këngën tjetër që është preferuara ime, asnjëherë. Kemi një video, po çfarë video do thoni ju? Gjithë që e humbur atë performancën e nxehtë, po të nxehtë fare madje të Rihanës së Drake, do të një pjesë të shkurtër për t'ju shpërnuar imagjinatën tani. Në fakt që në regji po thonim ne, e pa Rihanën me Drake dje, i rritën temperaturat, dhe komentet e para ishin thirrje temperatura duke lëvizur, duke graduar kondicioneri, në fakt jo Rihanna dita bën ndryshe këtë të fundit. Kënga Work që ka rrallur shumë polemika, shumë është përfolur, është kritikuar pozitivisht ndër të tjera për ato skenat e nxehta, skena që nuk kanë portuar t'i bëjnë as në performancën e fundit në Brit Awards. Në fakt ne tham pse anuloi Rihanna në momentin e fundit pjesëmarrjen e saj në Grammy Awards që u bë disa ditë më parë, e ka justifikuar më së miri mungesën atje me këtë performancë që ka bërë këtu, një performancë e nxehtë, por shumë e nxehtë që edhe mund të shihet kështu, jo se këteva mbrapsh. Edhe kështu mund të shihet, gjithsesi ne sillim tani pa censurë. Shohim pak çfarë ka bërë Rihanna dhe Drake në skenë në performancën e mbrëmshme. Kemi një video. E pa çfarë mund të themi tjetër për këtë performancë në fakt, gjithsesi, unë mendoj që të paktën bëqua e gjëja që kishte veshur Rihanna kështu me theka, shumë e bukur. Ato po shitja nuk e di çfarë po shitni ti u veshje po vjerë ndër të tjera. Është shumë komente pozitive ka marrë performanca, se harruam të dëgjojmë që nuk këndonte Rihanna por një CD që luhej aty, po të shënë si ka kjo. Në fund të ditës ishte një performancë që do kujtohet shpesh madje dhe do mbahet më gjatë. Gjithsesi, këto të dy janë bërë për njëri tjetrin, definitivisht, paktën në skenë, jashtë skenë nuk di çfarë bëjnë. Ne sillim këngën më gjatë dhe më mirë tani, po flasim për klipin e këngës Work, e shohim. Ndodh ndonjëherë që të famshmit të bëjnë të famshëm pa e marrë vesh, domethënë. Nuk ndodh vetëm në Big Brother kjo, ndodh gjithandej, ma besoni. Të bëhesh i famshëm në mënyrë rastësore. Kush janë këto personazhe që fama ju trokiti kështu në mënyrë të rastësishme? Ne zbulojmë tani në sajtet të Five që kemi ndërtuar për ditën e sotme. Kështu që pa humbur kohë shohim foton e parë. Është Pamela Anderson, aktoreja në fjalë as nuk e kishte ndërmend të bëjë aktore, kishte mbaruar shkollën për instruktore fizikulture dhe madje kishte filluar edhe të punonte për këtë të fundit. Mësoi se gjatë asaj kohe në një kompani shumë e bukur kërkonte një vajzë shumë bukur për të reklamuar produktin. Shkoi në audicion dhe sigurisht u pranuar, reklama shfaqet gjithandej dhe kështu u bë super mega e famshëm. Pasi punoi disa vite si modele, kaloi në fushën e aktrimit për të përfunduar në mbretëreshën e silikonit. Sa e bukur kjo. Së dyti vjen një djalë shumë bukurosh që pa silikon është, me thënë drejtën. Po studionte për inxhinieri ndërtimi jashtë 4 dhe për të disa lekë më tepër filloi pusi banakeri në një lokal ku aty u zbulua nga një person dhe tha që duhej patjetër të bëhej model. Ndoshi kështu në ditë duke filluar duke marrë pjesë të kompeticione bukurie derisa u bë imazhi Calvin Klein, me aktrimin filloi pasi përfundoi karrierën me modelingun. Kalojmë tek një tjetër bjonde bukuroshe, Charlize Theron, në moshën 19 vjeçare vendosi të ikë nga Afrika e Jugut dhe shkon në SBA për një jetë më të mirë. Si fillim jeton në një hotel dhe bënte punë të ndryshme për të mbijetuar. Aktoria e njohur ka rrëfyer se ka pasur momente shumë të vështira vetëm për të mbijetuar, kështu ka qëndruar dhe rrugëve madje, derisa dikush një kompani me një agent talentësh kështu e inkurajoi që të bëjë aktor, ndihmoi që ajo të kishte mundësi për të ndishte një shkollë aktrimi, pas disa muajsh fitoi dhe rolin e parë ndër të tjera dhe sot është një ndër aktoret më të mira. Natalie Portman, përsëri një aktore e radhës që në moshën 11 vjeçare, një agent talentësh që duhet bëj modele, asa nuk më intereson të bëj modele, unë dua të aktoj dhe ashtu ndodhi u bë aktore shumë e njohur sigurisht me shumë pak dhe pak ndjem. Për ta mbyllur me të fundit me Mel Gibson, studionte për aktrimin në qytetin e tij të lindjes në Sydney, një shok i tij thotë për të shkuar në audicionin për filmin Mad Max dhe sigurisht aktori pranon, por një natë para audicionit bëhet pjesë e një sherri dhe kur shkon në audicion, regjizori pa fytyrën të dëmtuar kuptoi që ai ishte personazhi po kërkonte, sepse personazhet do të luanin duhet të kishin fytyrë kështu të dëmtuar e të nxjerrë. Kështu që kur të jeni në audicion, këto ishin personazhet, kur të keni ndonjë audicion, bjerni derës me kokë. Bëni diçka që keni në shenjë do të jeni shumë bukur, po ama shëndoshta mirë dua të dëgjoni këtë këngën. Duket se kemi fejes çuna dhe goca dhe fan lovers, kështu që gjithsesi mua më ka mbeti çik hatri me The Weeknd, si nuk na sill ndonjë llokum, as në llokum kur fejohet dikush, po ky çfarë bën, mbase nga që këto lajmet nuk janë shumë të vërteta. Tani alo duam, pam një naz, jo 3, pam një naz në gishtin e Bella Hadid, motra e Gigi Hadid dhe e dashur e The Weeknd, që zor se qesh, ndonjëherë ta shoqyr duket se u fejo do qesh, ta shohim pak duke buzëqeshur, sepse në çdo performancë ose kudo ku shkojnë me tapet kuq këto, në kështu
ku sfilojnë etj. Kjo nuk qesh kur, ku pozojnë, vetëm The Weeknd i shkret duke qeshur aty. Kjo nuk lëviz asnjë muskull të fytyrës. Mbase i kanë thënë që kështu del më bukur nëpër foto. Gjithsesi, ku qëndron situata tani më që shkojmë tek gjeneza e muhabetit, mos merrem me fotot e Bella Hadid. I pam një nas në gisht, edhe menduam që nga fejuar me The Weeknd. Plasën të gjithë portalet, kisha harruar fare që kemi foto shumë mirë që e nxorët. Pam këtu nasën është në gishtin e fejesës, të tha mua që kanë fejuar, filluan portalet, pastaj janë fejuar çifti, kemi një çift në showbiz, kështu të afirmuar, zyrtare etj. Nuk ka vonuar për ta përgjigjëstruar një lajm të kësaj natyre. Dhe ka thënë që jo, është i veprim shumë i nxituar nga ana ime dhe The Weeknd, sepse kemi vetëm 10 muaj që njihemi dhe nuk mund të kalojmë me një fejesë. Problema se në fakt ato që fejojnë nuk ndahen kurrë nga Hollywoodi, po ta mendosh mirë. Fejojnë sot ndahen për 2.3 minuta më vonë, gjithsesi për mos përputhje karakteri. Gjithsesi unë mendoj që janë një çift i këndshëm, kështu që edhe nëse fejohen, ne mirë dhe të lumtur jemi. Mbetemi tek kjo dyshe, e lëm në shtëpi Belën dhe sillim The Weeknd te shtëpia juaj. Po fiksova unë, ma prish mendjen Bella Hadid tani që ka vënë një unazë, gjithë menduam se është fejuar me The Weeknd, dhe po provoj dhe unë si duket unaza. Shkon? Se është kështu infinite, simbol dashurie. Nëse ne flasemi infinite për dashurinë, për fotot nudo të Justin Bieber gjithashtu duhet themi infinite, se nuk mbaron kanë kur. Tani çfarë ka ndodhur? E mbani mend një kohë ishte një paparaz që e fotografoi këtë duke u srollatur në balkonin e shtëpisë së tij, që ishte nudo komplete bezdisë në rrobat, se ishte djeg nga dielli. Për arsye të ndryshme, preferoi që të zhvishej. Tani shkon një revistë e bën në kopertinë gjithashtu nudo dhe japin gjithë ato lekë. Më thjesht kishte ta kapin çik si paparaz dhe nuk kishte pse ta paguaj kaq shumë për të pozuar. Thjesht me një kapel në kokë, nuk kishte nudo komplet, se e keni egzageruar me këtë lajm, se kishte kapele dhe nuk mund të quhet nudo. Ky ka qenë cover i revistës ku ai ka dhënë një intervistë të tjera duke u marrë me gjithë të kaluarën e tij, me gabimet e të shkuar, gjithçka tjetër mund detaje ka sjellë për gjithë lexuesit e kësaj revistës, në fjalë që më besoni janë të shumë sepse janë fanët e Justin Bieber të shumë madje që duan të shohin të veshur, të zhveshur, me rëndësi ta shohin, edhe kaq kishim për Justin Bieber nuk na bën më përshtypje kur zhvishet. Unë po ta shoh të veshur do të çuditem tani, të zhveshur ama nuk u bën fare përshtypje. Gjithsesi do të sjellem një ndër produksionet e tij muzikore që në fund të ditës mbeten shumë të bukura dhe shumë të klikuara. E shohim. Me këtë këngën e nisëm Fandej, me këtë e mbyllim, pa e mbyllim on air. Shumë bukur. Inteligjencë muzikore quhet kjo. Gjithsesi, inteligjenca nuk të ju shumë bukur të vjetin portofolin për shembull, se nuk ke si ta gjesh atë hajdutin. Për këtë po flisim sot në Facebook Interval Benjan dhe në Facebook ne mund të flasim për çfarë doni ju për shembull. Sa po ndore Fandej për ditën e sotme ka një tjetër pyetje të kësaj natyre që si ndërmend një situatë komplekse për të marrë mendimin tuaj dhe për të lexuar këto komente një nga një dhe me shumë dashuri nesër në Fandej në ditën së nesërme. Jo vetëm kaq, jo vetëm Facebook, ne jemi në Instagram për shembull Interval Benjan, gjithashtu në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in interval.al, vetë aty keni lajme shumë, po shumë interesante. Keni edhe një link ku duhet votoni këngën tuaj të preferuar, kështu që ne pastaj të bëjmë atë top 10-in, top 10-in e këngëve më të mira shqiptare gjithmonë sipas votave tuaja, të drejtë për drejta mbi gjitha. Ne do lexojmë pak komente që keni bërë sa ju takon situatës kur ju mbet portofoli. Çfarë bëni, si ndiheni, si shani e të tjerë me këtë sharjen. Jo se nuk i lexoj. Zani thot, shpresoj mos më ndodh ndonjëherë do më ikë truri, s'më ka humbur thot Lidiana. Përshëndetje Fatma thot Daniela. Kur është bosh pak mërzitem s'ka gjë, por kur është plot bo ku e kisha mendjen etj. Nikoli thot, më shfaqet ngjyra e verdhë në fytyrë. Shumë i bukur ky komenti. Klea thot s'ka problem si të rresh nga banka. Nuk po ta them mbi emrin Kleas do grabitash. Grenita thot zakonisht më bie të fikët, por kohët e fundit s'ka pas raste të tilla natyre. Klaudia thot nuk çuditem se gjithmonë e humb, pastaj e gjej përsëri. Kokrize thot Lano, që do portofolin. Ana Maria do të kujtoj vendin e fundit ku kam qenë dhe shkoj atje. Puth shumë Ana Marien, sa i mirë do të kontrollojmë 20 herë xhepa se mos nuk kemi kontrolluar mirë. Eni thot mos 2000 lekë kisha brenda. Ndërsa Klea thot nuk reagoi fare se s'mbaj portofol. S'më ka humbur ndonjëherë thot Nenci. Arben Toshe, problemi nuk qëndron tek parat, por tek letrat e tjera. Shkurt, heqje zari. Ndërsa Jenny thot përshëndetje, sa herë që humb portofolin i them nënës të ma gjej. Ti humb brenda për brenda shtëpisë, sa me fat. Ndërsa Ongjëlli Vrastar thot, haj Fatma, unë nuk mbaj portofol, por kur më humbi lekët e më qyqja, ku ikën këto, pastaj nuk e vras mendjen shumë. Po lumë si ti. Sueda thot, do përpiqesha të mendoj pozitivisht duke thënë me vete, jeta vazhdon. Pa portofol, vështirë të vazhdoj jeta, por gjithsesi nuk e ke idenë çfarë gëzimi ndjej thot Andi. Okej, vidhni pak portofolin e Andit, Andi Shaulli, ka emër mbi emër se ndihesh ka i lumtur. Valbona thot nuk më ka humbur ndonjëherë, çat bëj iku, shnetin rreth partë të Alesia.
po që ke të drejti. Shneti në rast parë njerëz dhe Telekom të bëja në rast të dytë. Se duke patur Telekom të bëja kështu ke mundësinë që të flasësh me njerëz që ti don dhe kështu je më pozitiv dhe ndihesh më mirë ndër të tjera. Kështu që shfrytëzoni në maksimum paketat që Telekom të bëja sjell në Shqipëri. Preferoa kështu dhe një 4G që vjen për herë të parë kështu. Me Telekom të bëja dita është më e bukur, me fan deri nesër pastaj është thjesht mrekulli. Mirupafshim.